Sonte intervista saktë është me drejtorin e fondacionit Rockefeller Brothers për Ballkanin Perëndimor, zotëriun Haki Abazi. Se VMRO-ja praktikisht nuk e do Maqedoninë si shtet funksional, ku si pasojë ke shqiptarë që janë dënuar me burgim të përjetshëm, që në fakt shqiptarët nuk kanë qenë të involuar as pak në rastin Monstra, është një mveshje. Unë kisha thonë që mu nuk më kanë ndalu me unë ngrit kundër kujdo, isha ngrit edhe kundër babës tim. Dhe sa është e vërtetë sa ju ka largu nga komuna, madje edhe në mënyrë të dëmshme? Serbia ende nuk është liruar nga idetë dhe konceptet e së kaluarës. Nuk është çështja që nuk kemi koka, edhe nuk kemi njerëz të mirë. Është çështja që sistemi përjashton duke i favorizuar njerëz familjar, nepotizëm, gjithsesi për ndërtuar autostradat, po ato duhet të ishin të ndërtuara nga fondet e Unionit Evropian dhe jo nga taksat e qytetarëve të Kosovës.